Shqipëria, vendi asnjanës, ka qenë, është dhe do të mbetet. Dëgjojeni mirë dhe dëgjojeni deri në fund, sepse prek secilin shqiptar. Shqipëria që nga kohrat antike ka qenë gjithmonë në mes. Gjithmonë në mes. E ka ngacmuar, por nuk ka ngacmuar. Dhe që prej kohërave të lashta ka ndihmuar dhe shpesh ata që ka ndihmuar i kanë rënë sipër. Ndiqeni deri në fund me kujdes sepse ja vlen në këtë rast, për më tepër siç ju thash, ashtu siç bëjmë dhe ne për këto diskutime, duat që të jem asnjanës, ashtu siç janë shqiptarët, kanë qenë, janë dhe do të mbeten asnjanës. Kush është rastisht si gjithmonë, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish, nëse nuk e ka bërë ende, ju falenderoj që më jeni bashkë. Që nga kohrat antike, që në kohën e ilirëve, shqiptarët kanë qenë një vend ku kanë parë purën e tyre, gjithmonë asnjanës. Mos o zot mos t'i prekësh, sepse nëse i prek, ti po i preke e ha. Sepse këtë ka thënë Bajroni, e kanë thënë të tjerë që kanë vizituar gjithmonë Shqipërinë. Dhe pse ndodh ky fakt? Sepse pikërisht pra kur ti nuk ke faj, po ti vini re, nëse një njeri nuk ka faj dhe dikush i bie në qaf, boll thot, dhe ngre zërin, sepse ai nuk ka faj dhe është i bindur për atë. Në fakt në këtë rast Shqipëria ndaj ka qenë, është dhe do të mbetet asnjanëse. Lexova shumë komente nga videot e mëparshme dhe dua të nënvizoj, thash, disa gjëra të rëndësishme. Ne, Shqipëria, ka ndihmuar këdo që është mundur, bile edhe izraelitët në momentin e luftës së dytë botërore. Disa mendojnë, sepse ku qëndron problemi? Pjesa dërmuese e njerëzve, përveç se nuk informohen, kanë një problem të madh, që për atë që ka thot dikush tjetër e përsërisin, pa e kuptuar në thelb diskutimin, ose nëse ka faj njëri apo tjetri. Nuk diskutohet që e vërteta nuk do gjendet kurrë, por gjithmonë e vërteta gjendet në mes. Mbajini mend këtë. Do t'ja them se përse. Unë do t'ju marr një shembull konkret. Nëse në një familje zihet babai juaj, nëna juaj dhe filloni dhe ziheni ju, kush e ka të drejtën? Ku qëndron e drejta? Pra kush ka faj dhe kush ka të drejtë? Që të gjithë kanë të drejtë, sepse secili ka të drejtën e tij. E përsëris, unë dua të jem asnjanës dhe dua të zgjoj mendimin tuaj. Izraeli dhe Palestina kanë qenë aty prej vitesh në të njëjtin vend dhe u përket që të dyve, qoftë njëri, qoftë tjetri kanë të drejtë. Dhe Izraeli për vite me radhë ka jetuar ashtu siç edhe Romët. Romët, për shembull, vazhdojnë akoma sot, kanë kaluar qindra vite, mijëra vite, dhe Romët ende në përbot, sepse u përket një vend pranë Kazakistanit që nuk ja u japin më, dhe i kanë shpërbër nga aty. E njëjta gjë edhe e izraelitëve. Por izraelitët përdorën inteligjencën për të qenë të aftë që të mbijetonin, sepse ajo është dhunti. Me një fjalë ti, nëse do që të mbijetosh, si e kemi thënë për shembull disa video të tjera, ti nëse në një rast lufte, çfarë do bësh? Një shqiptar e di se si mund sillet. Gjën e parë do gjej një vend ku të strehohet, pastaj do shkojë të kërkojë për të ngrënë dhe do jetë i izoluar nga masa aty, sepse është mësuar. E njëjta gjë edhe izraelitët. Izraelitët u munduan ndër vite që të mbijetonin dhe përdorën inteligjencën, sot janë nga krerët më të mëdhenj të globit ose nga biznesmenët më të mëdhenj, sepse përdorën inteligjencën, s'ka pse të acarrohet njëri apo tjetri. Dhe kur flitet për shembull jo vetëm për Palestinën dhe Izraelin, por edhe për Iranin. Irani ka qenë, është dhe do të mbetet ekstremist. Bile Irani nuk ka njohur Kosovën. Irani me ata haxhiadistët, që janë ata që gjenden në trojet shqiptare, mbi 3.000 që e tham, që janë kundër regjimit, Irani, si dëgjova disa raporte të shqiptarëve, të disa krerëve, që tregojnë që dikur, për vitin 2003, mos gaboj 2000 ca, doni që të pas vitit 2003, duket, doni që të sulmonin Shqipërinë. Sepse nuk i intereson fare Iranit Shqipëria, por i interesojnë ata, që do të shfaros ata. Mirë po, e përsëris edhe njerë, Shqipëria si një vend asnjanës i strehoi. Tha, po, nuk ka asnjë problem, le të strehohen. Pra, Shqipëria ka qenë gjithmonë një vend asnjanës. Dhe ky
ky pozicion, për mendimin tim, është jo vetëm pastërti, por është edhe dignitet dhe seriozitet, që do të thotë që ka humanizëm në çdo shqiptar, sepse nëse ndodh në një vend si Shqipëria, e kanë edhe njerëzit humanizmin brenda. Kështu që ajo zgjedhje që ka bërë Shqipëria ndër vite, unë mendoj që është unike. Dhe i vetmi vend në botë që është i tillë. Në Shqipëri mund të bësh ç'të duash. Vin kush të doj dhe bësh ç'të duan. Pse kjo? Pikërisht pra sepse brenda kanë humanizmin. Pra kur lexoj disa komente që janë pro Iranit apo çfarë ka bërë Irani? Çfarë na ka dhënë Irani ne? Pse duhet jemi pro Iranit? Ose pse duhet jemi pro një vendi tjetër që nuk na ka dhënë gjë? Do thot në njëri nga ju, po Izraeli, çfarë na dha? Izraeli ka investuar në Shqipëri, në disa zona, bile po vazhdon të investoj. Nuk dua të bëj emra, pra emra të disave që po vazhdojnë akoma të investojnë, sepse investimet janë të shumë llojshme, në të gjitha fushat, dhe nuk dua të bëj emra, por ju i dini, një pjesë e madhe i dini se kush janë dhe ku kanë investuar. Pra Irani çfarë ka investuar në Shqipëri? Asgjë. Përveç se donte që të investonte një luftë. Tani, dua të them në një diçka tjetër, tepër të rëndësishme. Në një kohë paqeje, a fitohet para? Nuk besoj. Fitohen para kur ka lëvizje, kur ka luftë. Tani se kush e bën luftën, pak rëndësi ka. Por lufta bëhet sepse ka marrin të ardhura financiare, pra vinë të ardhura financiare. Dhe ata që janë ekspertë din shumë mirë. Unë nuk jam shumë ekspert për këtë, por doja që t'ja u thoshja. Të paktën kështu thuhet. Pra, kur lexoj e përsëris edhe një herë disa komente që lavdërojnë një shtet apo një tjetër, së pari shqiptari duhet të lavdërojë vetveten, sepse në gen ka humanizmin si fillim, por ka edhe të qenurit njeri me dignitet në vendin e tij. Është ka të ndisur në një vend shumë të vogël dhe me një popullat shumë të reduktuar, populli shqiptar, dhe është turp i madh që sot në vitin 2025 shqiptarët të mos mbajnë njëri tjetrin, por të urrejnë njëri tjetrin. Dhe çunat ndonjëherë se disa nuk e kuptojnë shqipen, dhe ndonjëherë më thonë çfarë po thotë, se bëjnë me translator. Dhe të ziheni me njëri tjetrin, të ziheni aty ku flitet për shqiptarët, për Shqipërinë e tjerë, është turp i madh. Të gjithë bota e mban njëri tjetrin. I gjithë bota, duke filluar që nga Italia, Greqia e tjerë. Po ti shikoni, grekët, edhe kur vinë në Shqipëri, mbajnë njëri tjetrin, kur shkojnë në përbot, mbajnë njëri tjetrin. Italianët po ashtu. Italianët në Shqipëri për shembull bëjnë mes njëri tjetrit. Pse? Është e kotë që ne të urrejmë këta njerëz që duan njëri tjetrin. Pra, dhe unë do t'ju them, nuk e kam thënë deri tani, por do t'ja u them. E dini kush është problemi? Pse shqiptarët kanë këtë urrejtje? Sepse ka përçarje. Përçarja bëhet pikërisht nga këto ideologji, nga ideologjit që dikush pretendon që me një grusht para mund të ndryshoj jetën e tij. Kur? Me një grusht para ti vetëm ke tradhtuar veten tënde dhe ka tradhtuar të tjerë. Pra, në qoftë se do të flasim, sepse shikoj ndonjëherë dalin dhe disa që u duket vetja sikur kanë bërë historinë dhe e rregullojnë historinë sipas mendimit të tyre. Dalin dhe duken sikur kush e di çfarë janë, kanë bërë akademi dhe kanë bërë ku e di unë se çfarë, pa e kuptuar që edhe ata vetë kanë marrë të ardhura financiare për ta thënë atë fjalë ose atë fjali ashtu siç duhet për xhepat e tyre, sepse dikush i investon. Por në radhë të parë duhet të kuptojnë që atë investim që kanë marrë do shkatërrojë së pari veten, pastaj edhe familjen dhe kombin, sepse nuk ndodh brenda një dite, por ndodh me kalimin e kohës, sepse parat vijnë dhe ikin, por dinjiteti i njeriu mbetet ai që është. Pra ti nëse ke dinjitet, mbetet aty. Nëse dikush gjendet përpara një zgjidhjeje, nëse të vën përpara një zgjidhjeje, qoftë
për shembull e thosh sot është dita e fundit jote ja. Çfarë do thuash ti? S'ka pse të thuash të lutem mos e bëj, ose të lutem këtë nuk e bëjmë. Jo. S'ka shans, sepse në një mënyrë apo në një tjetër ti je eliminuar, sepse ndryshe nuk do të gjendesh aty. Kështu që zgjedhja kush është? Dinjiteti. Dhe ndaj po them që në një situatë të tillë, e sikur të mos kesh bukë për të ngrënë, unë mendoj që dinjiteti është gjëja më kryesore, sepse nga dinjiteti vjen së pari tregohet karakteri yt, por vjen edhe mirësia brenda rrjetit ku ti gjendesh, pastaj edhe në të gjithë vendin. Dhe dikush nëse mendon që duke përkrahur një shtet apo një tjetër ka do sjell të mira në të, gabohen rënd. E dini pse? Sepse që nga kohrat e lashta edhe në për filma i kemi parë, kush tradhton ka tradhtuar veten në radhë të parë. Dhe pastaj gjithë kombin. Veten, familjen dhe kombin. E ka tradhtuar. Sepse e ka tradhtuar nga ato pak të ardhura financiare që i kanë dhënë, nga mbështetja ekonomike, ose ndoshta edhe mbështetje politike apo ku ta di unë. Por ka tradhtuar në radhë parë veten. Ndaj, unë them që gjëja kryesore është që njeriu duhet të ketë dinjitet. Dhe dua ta mbyll këtu edhe një herë, duke thënë që Shqipëria ka qenë, është dhe do të mbetet asnjëse. Dhe kjo nuk është për ta nënvletësuar ose për të thënë që sepse ne jemi byt grisur si thot dikush, apo jemi nuk ka lidhje fare ajo. Fare nuk ka lidhje. Sepse e ke brenda ti, nuk e kupton atë, por e ke brenda. E ke brenda humanizmin, ke brenda virtytet si shqiptar dhe si njeri. Dhe unë mendoj që kjo është pika bazë, që nuk e ka asnjë komb në botë. Kështu që do t'ju lutesha, kush nga ju e mendon ashtu siç e thash, pra që mbetet asnjanës, po e flas, sepse duke shiko, nga këtu është çelësi çdo gjë, duke mbetur asnjanës, duke qëndruar asnjanës, padyshim do zgjedhësh gjën më të mirë. E zgjedh gjën më të mirë sepse ti nuk e thua me paramendim, por pret. Je asnjanës, pret edhe thua, pa prit njërë kush e ka fajin. Dhe ti zgjedh më të mirën. Nga ai moment ke fituar. Sepse jo vetëm sot ke fituar që ti je i bindur për atë që thua, por edhe në të ardhmen ti je një njeri që do zësh një pozicion të denj në jetën tënde. Dhe kjo nëse ndodh me të gjithë, atëre rritet niveli i jetesës. Jo vetëm i mendimit, por edhe i jetesës. Pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni, sepse kur lexon komente vërtet të trishta, sepse për mendimin tim janë të trishta, nuk mund të paragjykosh dot një bashkëdhetarin tënd. Kur siç thash një herë para, të vërtetën e kanë që të gjithë. Dhe e dyta, që është më e rëndësishmja, ne kemi qenë, jemi dhe do të mbetemi asnjanës. Populli shqiptar. Pres komentet tuaja.